Çdo ditë buz aksit rrugor Shkodër Koplik do gjeli John Tomen nga fshati Grut. Për 63 vjeçarin kjo tezgë e vogël e improvisuar është i vetmi burim për të siguruar jetesën. Me krah, me djersën tonë, na punuar dalë me të rrugë, me fitoj kashat buk. Sipërfaqe tokët kam millën dardh, pjesh me sakrifica, i shesi me të rrugë. Kam 10 rënj dardha, 20 pjeshka, bojësi, perime në shëgjanash, patate, sip. Frutat si dardha dhe pjeshka që po tregtojnë janë fare autoktone, thot Gjoni, ndërsa nuk mungon edhe interesi i blerësve për produktet bio. Kjo afare këtë tone, venit, ka hershme. Tani 1500 lek, 1500 lek kilja, 1500 lek pjeshka, 1500 lek dardha. Ty të gjithmonë? Shumicën e kosë. Dhe të zetë i fjekoha, dhe ngusht. Blen, ka pak blen ishtu. Nalin ishtu kush, nalin, kush ka nevoj. Gjoni nuk e fshesë punën në bujqësi dhe qëndrimi me orë të tëra në rrugë ka vështirësi të shumta. Megjithatë, për të, kjo mbetet e vetmja rrugë për të siguruar të ardhurat e familjes. Pak është e levërtishme, shumë pak. Shumë pak është. Peshe vetë së në zetë. S'kena është i të ardhën nuk e në shpi. As i të ardhën s'kam. Jam bësh për shpi, kam bësh shpinë në sakrifica, vesh vetë punoj. E armja bujqësisë në këtë zona duket e zymt, pasi sipas fermierit gjithnjë me pak të rit duan t'i kthehen tokës. O zotni, nuk ka kush me punu këtu. Kanik rinia. Rinia kanik. Pse kanik? Kanik se nuk ka torna këtu. S'ka torna. Historia e Gjonit është ajo e shumë fermerëve që refuzojnë të dorëzohen, duke mbajtur gjallë traditën e tokës mes vështirësive të shumta që përballen çdo ditë.